Pas mbledhjes së mbrëmshme të kryesisë qendrore, vlen, siç thuhet në komunikatën partijake, përcolli qartë mesazhin se marrëdhëniet me Shqipërinë, komunikimi institucional dhe bashkëpunimi ndërshqiptar nuk guxojnë të bëjnë viktimë e interesave të ngushta partijake. Këtë qëndrim sot e konfirmoi edhe bashkëkryetari i Vlen Bilal Kasami, duke drejtuar akuza tek opozita shqiptare se përpiqet që përmes konstruksioneve të orkestruara të krijojnë mosbesim, konfuzion dhe një perceptim të rrem. Sa i përket atë që ne vlerësojmë se rrjedh nga Maqedonia e Veriut ka të bëjë me opozitën, të cilët duke humbur busullën politike, keq përdorin institucionet në Shqipëri, duke i keq informuar për gjithë atë që ndodh në Maqedoninë. Lusim BDI-n që betejën politike ta vazhdojmë këtu, brenda proceseve demokratike, brenda kushtetutës dhe ligjeve, dhe mos e involvojnë një shtet fqinj, këtë rast siç është Shqipëria. Nuk do t'ju ndihmoj, nuk do t'i shpëtoj, vetëm që në momente të caktuara do të krijojnë tensione të tilla. Ne patëm ledhe të kryesisë qendrore mbram dhe vendosëm që nesër bashk të dalim në Tiranë, të pijmë një kafe dhe të tregojmë të gjithë se Vlen nuk është interesuar për të pasur tensione me një vend fqinj, më spaku me Shqipërinë. Jemi në komunikim të rregullt me ministrin e punëve të jashtme, ku çdo dilem jemi duke sqaruar edhe një herë. Lusim BDI-n që të bëjë opozitën këtu dhe mos involvoj Tiranën në dështimin e tyre dhe në humbjen e busullës sire politike. Kreu i Vlenit mohoi se subjekti që drejtohet nga ai ka gisht në protestat që tashmë më shumë se një muaj mbahen në Tiranë. Vlen betejën politike bën Maqedoni të Veriut, nuk e bën në Tiranë. Nëse ka pasur individ të cilët në një formë ose tjetër janë identifikuar me Vlen, është e drejtë e tyre qytetare që të shprehin qëndrimet e tyre, por kemi sqaruar edhe me ministrin e punëve të jashtme të Shqipërisë, zotin Hoxha, që Vlen në asnjë formë nuk ka qenë e përfshirë në atë që po ndodh në Tiranë. Në komunikatën e Vlen pas mbledhjes së kryesisë qendrore, potencohet se Vlen respekton ambasadën e Republikës së Shqipërisë si institucion dhe respekton çdo komunikim institucional ndërmjet dy shteteve, siç thon pavarësisht situatave faktike kur individët të caktuar u shërbejnë interesave të grupeve politike. Institucionet janë më të mëdha se politika ditore, ndërsa marrëdhëniet ndërshtetrore dhe ndërshqiptare nuk guxojnë të reduktohen në interesat e individëve apo të grupeve të tilla partijake. Qëndrimi ynë është i qartë, thuhet në komunikatën e Vlenit, do të vazhdojmë me komunikim të përgjegjshëm, dinjitoz dhe institucional me Shqipërinë, në interes të shqiptarëve, në interes të drejtë të qytetarëve dhe në interes të stabilitetit në rajon, por njëkohësisht do të jemi parimor dhe të drejtë dhe nuk do të lejojmë që interesat politik të individëve të jenë më të rëndësishme se interesat e shqiptarëve. Ndërkohë, me kërkesë të Ministrisë së Jashtme, dje është mbajtur një takim zyrtar me përfaqësues të ambasadës së Shqipërisë në Shkup. Siç njoftojnë nga MPJ-ja, takimi ishte organizuar në frymën e raporteve miqësore me qëllim të zbardhjes së ngjarjes që ndodhi në vendkalimin kufitar Qafthan.